Në mëngjesin e së dielës me 12 tetor, qytetarët e Kosovës do të drejtohen për herë të dytë këtij viti drejt kutive të votimit për të zgjedhur kryetarët dhe anëtarët e 38 komunave të vendit. Sipas të dhënave zyrtare, 2.025.105 qytetar kanë të drejtë vote, ndërsa 43.993 qytetar të regjistruar nga jashtë do të votojnë me postë. Të gjitha qendrat e votimit do të hapen në orën 07 dhe do të mbyllen në orën 19. Komisioni qendror i zgjedhjeve ka nisur shpërndarjen e materialeve në qendra komunale të numërimit, ndërsa për garantimin e procesit të drejtë dhe të sigurisë do të angazhohet Policia e Kosovës, Prokuroria e Shtetit, paneli zgjedhor për ankesa dhe parashtesa, Këshilli Gjyqësor dhe Komisioni i Pavarur i Mediave. Në zgjedhje do të marrë pjesë 93 subjekte politike, përfshirë 32 parti dhe 2 koalicione, 32 iniciativa qytetare dhe 27 kandidatë të pavarur. Numri total i kandidatëve është 5624, prej të cilëve 205 kandidojnë për kryetar komune dhe 5419 për kuvendet komunale. Procesi do të zhvillohet me 948 qendra votimi dhe 2625 vendvotime, duke përfshirë 38 qendra për votim me kushte në çdo komunë. Zgjedhjet lokale synojnë të përcaktojnë jo vetëm udhëheqësit e komunave, por edhe përfaqësuesit që do të marrin vendime për shërbimin publik dhe zhvillimin lokal. Autoritetet presin pjesëmarrje aktive nga qytetarët dhe thonë se do të monitorojnë çdo problem për të garantuar një proces të drejtë dhe transparent.